votoni në Voto Pikvizion Plus ose në aplikacionin My Vodafone. Kush ikën, Armina? Shumë e vështirë. Nuk kam një përgjigje. Kush do doje ti që t'ikte? Sepse të dy janë lojtarë që kanë qenë shumë të fortë, është shumë e vështirë t'japësh një emër. Po visi tash i fol. Kush do doje ti çkonte në finale? Pra, një sekond. Jo, se tani bëhen gjërat e vështira për gjithë, jo vetëm për ata, edhe për juve. Visi fol. Tani, kush do doje ti çkonte në finale? Sara apo Iliri? Arbana realisht nuk... Publiku, dimoni pak Arminën me një. Një sekund. Po pse Bori? Ku jemi? Digjo, Arbana, unë të dy të vlerësoj, e kam shumë vështirë të them, po më shumë loj ka bërë Iliri. Okej. Më shumë loj. Ermal, apo mos ta bëj pyetjen fare? Po, dihet përgjigja, pa dyshim për gjithë dinamika që ka krijuar energjinë, fuqinë edhe çdo gjë ritmi që i ka dhënë lojës e meriton Iliri, patjetër. Është e tmerrshme që do më duhet ta them për të dytën herë pa dëshirën time, emrin e Ilirit. Pse pa dëshirën tënde? Një sekund, se pa dëshirën tënde. Kush të ka detyruar, ta thuash? Dhe kur jam pyetur dikur kam qenë shumë ngushtë edhe kam zgjedhur emrin e Ilirit, të keqen më të vogël. Po arsyeja pse them Iliri është sepse pavarësisht lojës së tij, që unë shumë herë nuk e kam pëlqyer dhe e kam kundërshtuar, po hir të vërtetës edhe atë ditë që isha brenda, nuk ja mohoj dot faktin që është një lojtar dhe ka një nuhatje për lojën dhe është një strateg. Kështu që do më duhet t'ja jap meritën. Do më duhet t'ja jap meritën e tij edhe një person që e merr për së dyti të bëj këtë lloj sakrifice, të paktën të shkojë në finale. Okej. Atëherë televotimi është i hapur, votoni. Ne do të mësojmë pas pak kush do të largohet sonte. Sara apo Iliri, kush nuk do prek finalen? Kush nuk e meriton të prek finalen si pas jush? Votoni, tani do të shojmë një tjetër sfidë bashkë me ta. I shikoj që nuk janë tek arena, do jenë të shpërndarë gjithandej, më lidhje me fermën që ti tras. Do të jenë duke u bërgati, me siguri. Shkojmë një lutem tek ferma. Atëherë, Jaka, të kam ty aty? Jaka, më dëgjon? Po, zamër. Shumë bukur. Të kam ty aty, të tjerët po bëhen gati, po shohim bashk, ne të dy dhe publiku, një sfidë tjetër interesante që keni bërë gjatë tyre ditëve dhe kthehen pas pak, okej? Ja, të erdhi dhe Moza, shohim bashk. Agaj në bashkëpunim me Dorelan njofton në një lojë shumë argëtuese. Mes kartave fshihet nga një dhuratë për ju gjatë zhvillimit të sfidave. Bëj një reklam për një nga produktet e ekspozuara të Dorelan dhe fitoj një set çafësh Dorelan. Me këto çarçafët të mëndafshta të Dorelan, unë shtrihem çdo natë dhe bëj gjumin më të qetë në ëndrat më të bukura. Dorelan. Krijoj një slogan të ri për Dorelan. Slogani aktual dormire bene, vivere meglio. Dorelan, flisi qinj, gërhit si lop. Cili nga fermerët gërhet më shumë. Po them atë që me gërhitjen e tij përhap vetëm energji pozitive. Tregon një moment kur janë ndjer i zhgënjur nga dikush në fermë. Me qëra fjala janë ndjer nga indri i zhgënjur në fermë. Cili nga fermerët është më dembel? Sara. Sara ka dhënë për para. Përshkruaj me 3 fjalë një nga produktet Dorelan. E butë, të rehatshme dhe e ngrohtë. Shtriu në dyshek dhe këndoi një ninull të njërit prej fermerëve. Fli o soni, fli, se do rritesh edhe ti. Bëj një skenë komike duke përdorur një nga produktet e Dorelan dhe fiton një set çarçafësh. Shpjego mënyrën se si përdoret njëri nga produktet Dorelan dhe fiton një set jastekësh. Ky jastek nga Dorelan mund të përdoret kokën e cilën e vendos edhe ja fut gjumit. Ke 30 sekonda kohë për të bindur një fermer të blejë një nga produktet Dorelan. Fiton një set jastek. Nga pozicioni që qëndroja kështu shtrirë, qafa përkulej tek jastëku dhe brinja ndjente një lehtësim se qafa ishte e çliruar dhe brinja nuk ndinte më. Është fantastik. Preke çik prek.
Do ta blesh? Of mo. Ashtu dhe. Bëj një xhiro rreth rrotull pishinë. Thuaj Dorelan 3 herë, fiton një set jasteku Dorelan. U pa puna ime, këto do më gjej mu pa laj, bret. Dorelan! Dorelan! Ja dhe një herë, tha. Dorelan!